Me thonë la ilaha illallah njëri gjatë tanë ditë, gjatë tatë natës, kur të mund është tuj? Subhanallah me thonë. E kam pyet Ebu Hurerën, Ebu Hurera ka qenë ashabi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Se veç një lloj përmendit Allahut azhjal, sa rënditje e bën, ka thonë fjalën estagfirullah. Ka unë estagfirullah thon 12.000 herë ditje. Ebu Hurera, ashabi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka 12.000 herë ditje me estagfirullah. E ka me pse 12.000 herë thosh estagfirullah? Thot nga se në shariat kur njëri e myt dikën, apo ka rregulla të caktuara që dënohet ai. Një prej këtyre rregullave është me shpagu gjakun e tij. Qëse ka vrarë pa qëllim, apo një prej rregullave është me shpagu gjakun e tij, e pagun familjes tij dëm shpërblim ja pagun gjakun. Në atë kohë ka qenë shpagimi i gjakut 12 dinar në parët asaj kohe. Thotë Ebu Hurera, edhe unë e kom myt nefsin tëm me gjunahe, e këtë nefs Allah ma kep të pasrën në kom dytë, e po du me a shpagu zotit nefsit me ka 12 merë të dhënë falma o zotë. Qështë e shpagu i dikujt për njerëzë me 12.000 dinar, falma gabimin që e kom bo. Që ka veç estagfirullah. është transmetu nga disa për njerëzët mirë dhe vëtë shumë që atë shumë e kam përmenë Allah në Gjallahu Ala gjaditës, sa që veç subhanallah ka thonë ma shumë se 100.000 herë në ditë japëtën. Që në sifrat më ramenë se për neve, apo, po në që se nësë mune me thonë 100 herë në ditje, a mune me thonë për shambull gjdo ditë, ka 1 herë stakfirullah, 1 herë subhanallah, që ka të kushtan? Qëre me thonë subhanallahi u bihamdihi, këtë doa ka që sare këna përmenë, subhanallahi u bihamdihi. Ka thonë pejgamberi sasme, kushtot 100 herë në sabah, që qëtarësit përfundon dërsi, me thonë subhanallahi u bihamdihi, ja falë Allahu mëkatet edhe në qësë i ka sa shku me adetit. Subhanallahi u bihamdihi, shumë e thjeshtë. Andë qështu mbrosh për shetanit, me iman, me përmendit Allahut Azza wa Jall, duke përmend Allahu xhallahu ala në kohra caktuara, në mënyrë caktuar, por edhe jashtë kohrave caktuara, edhe jo vetëm në mënyrë caktuar, po me lloj-lloj përmendje të Allahut subhanahu wa taala.